Janë deklarata dëshirore të zotrit Kurtit, pa dashur që të përballet me realitetin, ajo që ka kërkohet edhe si pjesë e vendimarrjes politike, siç duket, ndoshta është e përsëritur, por kjo është logjika e lëvizjes së vendosjes. Imponimi, diktati, ashtu siç funksionojnë brenda partisë vet, mendojnë që duhet edhe gjithë skena politike ose subjekte tjera të nënshtrohen. Kjo është e papranueshme, nuk ka logjik. Këtu nuk jemi për dëshira personale dhe ambicie personale të individëve të caktuar. Këtu jemi për t'u shërbyer qytetarëve dhe të përbërë zgjidhje për formimin e institucioneve të reja të Republikës së Kosovës. Nuk ka prishmëri, nuk ka asgjë prishmërie, vetë deklarimet e zotit Kurtit tregojnë që ai nuk është interesuar për formimin e institucioneve të reja, ashtu siç nuk ka qenë interesuar 4 vite të marrë përgjegjësi dhe të jetë tamam kryeminist e Republikës së Kosovës, më shumë ju ka shërbyer militantëve të Facebookit, dhe kjo është edhe gjendja edhe ekonomike, por edhe në përgjithësi edhe integruese. Kjo është tepër e parëndësishme të thuhet, ne nuk jemi këtu për të sfiduar, ne jemi këtu për të bërë zgjidhje. Këtu lojë fjalësh, po e them edhe një herë, këtu janë të dëmshme edhe për vetë procesin. Nëse ai ka gjërat e një, pse nuk e zgjedh atëherë kryetaren ose kryetarin e kuvendit. Andaj më shumë është demagogji, është populizëm sa për të shpërlar vetveten, se sa për të bërë zgjidhje.